ka pas respekt për palën tjetër, sa që për shembull babën e vet, nëse e ka ditë se është të bë punën më të keqe të mundshme mbi rrezullin toksor, pra jo vetëm të bëj shirk, po të prodhoj zota për të bërë shirk, kjo do thotë te kalon çdo gjendje. Ibrahimi alayhis salam sikur e interpreton Kur'anin, shpesh e thirr ja ebeti, o babai im, o babai im, pra me shprehje të respektit. Madje është munduar që atë debatin e parë fillimisht ta ketë me babain e tij, dhe kësaj pastaj vazhdon ta bëj debatin edhe me shtresa të tjera të shoqërisë që tua bëj me di aty se janë në humbje dhe bën debate nga aspekte krejtësisht mendore dhe logjike, sa që një ditë prej ditëve ata nuk mund do të dorojnë dhe do të mundohen që ta largojnë nga vetja dhe nga të tjerët, duke e mbytur atë tërësisht, dhe për ta bërë një mbytje sa më të sigurt, ata u munduan që të ndezin një zjarr dhe kësaj të përfundoj gjithçka me Ibrahimin alayhis salam, por kjo gjë nuk ndodhi. Ibrahimi, krejt biografia e tij do të jetë këtu e tutje pastaj prej shpëtimit nga ai zjarr, pra kur ai del pa u dëmtuar dhe pa u djegur as pak, ndoshta ishte zjarr i madh, por Ibrahimi alayhis salam shpëtoi nga ai zjarr, sepse Allahu i dha urdhën zjarrit që të mos diçte trupin e Ibrahimit alayhis salam.